Nëse po e shikon këtë video tani, ndalo për një moment, sepse kjo nuk është rastësi. Ka diçka që po ndodh në jetën tënde, që shumë pak njerëz arrin ta kuptojnë. Zoti nuk të thirri vetëm një herë, ai po të thërret përsëri, dhe këtë herë është ndryshe. Nëse e ignoron këtë shenjë, mund të humbasësh diçka që nuk kthehet më. Qëndro deri në fund, sepse ajo që do të zbulosh sot mund të ndryshojë gjithçka. Ka momente në jetë kur gjithçka duket e zakonshme, por në thellësi diçka nuk është në rregull. Një ndjenjë e heshtur, një zë i brendshëm që nuk të lë të qetë. Ti përpiqesh ta injorosh, e shpërqendron veten me botën, me njerëzit, me zhurmën, por ajo ndjenjë kthehet përsëri dhe përsëri. Kjo nuk është ankth, nuk është rastësi. Është mënyra se si Zoti fillon të të zgjojë. Sepse ku ai ka një plan për ty, ai nuk të lë të jetosh në errësirë përgjithmonë. Ai të prek në mënyra që nuk mund t'i shpjedosh. Dhe ajo që po ndjen tani, mund të jetë pikërisht thirrja që ke pritur gjithë jetën. Shumë njerëz mendojnë se Zoti flet vetëm në mënyra të mëdha, me mrekulli, me zëra nga qielli. Por e vërteta është ndryshe. Shpesh ai flet në heshtje, në netët kur nuk mund të flesh, në mendimet që nuk të lënë rehat, në ndjesinë që diçka e madhe po vjen, por nuk e di çfarë është, dhe ti fillon të ndryshosh. Gjërat që dikur të pëlqenin nuk të japin më të njëjtën ndjenjë. Njerëzit rreth teje duken ndryshe. Është sikur po largohesh nga një version i vjetër i vetes. Dhe kjo nuk është humbje, është transformim, sepse para çdo bekimi të madh, Zoti të ndan nga ajo që nuk të përket më. Por gjaku qëndron rreziku. Shumica e njerëzve ndalen këtu. Ata ndjejnë thirrjen, por kanë frikë. Frikë nga ndryshimi, frikë nga e panjohura, frikë se mos u mbasin atë që njohin. Dhe kështu e injorojnë, e mbyllin atë zë brenda tyre. Por ajo që nuk e kuptojnë është kjo. Kur ti injoron thirrjen e Zotit, nuk qëndron në të njëjtin vend. Ti humbet drejtimin, sepse thirrja nuk është thjesht një mundësi, është një udhëzim. Dhe pa të, gjithçka fillon të bëhet më e errët. Dhe ndoshta, kjo është arsyeja pse je këtu tani. Sepse pavarësisht sa shumë je përpjekur ta injorosh, diçka brenda teje nuk të la të ndalesh. Ti u ktheve, ti klikove këtë video, dhe kjo nuk është rastësi. Zoti e di momentin perfekt për të folur me ty. Jo dje, jo nesër, por tani. Sepse ka diçka që po përgatitet në jetën tënde, dhe ti je më afër se kurrë. Edhe nëse nuk e sheh ende, ai tashma po lëviz qërat në fshehtësi. Ka një arsye pse disa dyer janë mbyllur për ty. Njerëz janë larguar, plane kanë dështuar. Dhe ti ke menduar, pse po më ndodh kjo? Por çfarë nëse ajo që ti e quajte humbje ishte mbrojtje? Çfarë nëse Zoti po të largonte nga diçka që nuk ishte e destinuar për ty? Sepse jo çdo derë që mbyllet është fund. Disa janë shpëtim. Dhe vetëm më vonë, ti do ta kuptosh pse duhej të ndodhte kështu. Dhe ndërkohë që ti pret, diçka brenda teje po ndërtohet. Durimi, forca, besimi. Sepse bekimet më të mëdha nuk vijnë tek versioni i vjetër i yti. Ato vijnë tek personi që po bëhesh tani. Dhe kjo rrugë, edhe pse e vështirë, po të formon për diçka që është më e madhe se ajo që ke imagjinuar ndonjëherë. Por dëgjo me kujdes, sepse kjo pjesë është e rëndësishme. Zoti nuk të detyron kurrë, ai të thërret, por zgjedhja është e jotja. Ti mund të vazhdosh si gjithmonë, të injorosh këtë ndjenjë, të shtysh këtë moment, ose mund të ndalesh, të reflektosh dhe të përgjigjesh. Sepse disa mundësi në jetë nuk vinë dy herë në të njëjtën mënyrë. Dhe ndoshta, kjo është shenja që ke kërkuar. Ajo përgjigje që ke pritur në heshtje. Sepse jo të gjithë e shohin këtë video, jo të gjithë ndjejnë këtë thirrje, por ti, po. Dhe kjo do të thotë diçka. Kjo do të thotë që je zgjedhur për të parë më shumë, për të kuptuar më thellë, për të jetuar ndryshe. Dhe tani,
Gjithçka varet nga ajo që do të bësh më pas. Mos e shqik këtë moment. Mos thuaj më vonë. Sepse e vërteta është kjo. Kur Zoti të thërret, është sepse momenti është tani. Jo kur të jesh gati, jo kur gjithçka të jetë perfekte, por pikërisht tani, në këtë fazë të jetës tënde. Sepse ai e di që ti je gati, edhe nëse ti ende nuk e beson këtë. Nëse ke arritur deri këtu, atëherë nuk është rastësi. Ka diçka që Zoti po përpiqet të të tregojë. Dhe ndoshta, kjo është hera e dytë apo e tretë që ai po të thërret. Por këtë herë, mos e injoro. Nëse ndjen që kjo video foli drejt për drejt me ty, shkruaj në komente, jam gati. Sepse kjo nuk është vetëm një fjalë, është një vendim. Dhe nga ky moment, jeta jote mund të fillojë të ndryshojë në mënyra që nuk i ke imagjinuar kurrë.